Një imam xhamie një ditë shkon në një institucion për të kryer disa punë personale. Ai duhet të nxirrte diçka nga emaili i tij dhe për këtë qëllim shkoi në një internet kafe që ndodhej aty afër. Duke hyrë në derë të internet kafes, e vëreti pllakën lart me mbishkrim: Subhanallah, Estakfirullah. A mund të më ndihmosh për ta gjetur numrin personal? I thot imami djaloshit i cili punonte aty. Djali ju përgjigj: Nëse mund të prisni vetëm ta përfundoj një punë, do të ndihmoj pastaj. Imami duke pritur, shfrytëzon rastin ta vlerësoj vendin dhe të mendoj se si të rinj të kalojnë kohën bosh, ku me hyrjen në internet kafe nuk mund të dalin sikur miu i cili për ta marrë djathtin bie në kurth dhe më nuk mund të dalë. Pra të rinjt po bie në kurthe të ndryshme të internetit. Në vete thot: Subhanallah, i paska ardhur fundi i dynjas me këto fitne. Djaloshi, kur sheh një fytyrje të këndshme të imamit, e thërret të pinë nga një çaj. Pas këtij veprimi, hoxhës sa i zbutet pak mendimi. Së paku, edhe kjo vepër është një mirësi. Mendimi i keq për këta të rinj nuk përfundon vetëm me shqetësim, por imami vendos që t'i shkëmbejë ca mendime me këtë djalosh dhe fillon ta pyes. Do të pyes diçka djalosh, por nuk e di se çfarë mendon. Urdhroni imam, çfarë do të pyesni? Ti, a e njeh Allahun? Me një buzëqeshje të ngrohtë djaloshi thot: Si mos ta njoh njeriu Zotin e tij, i cili më ka krijuar nga hiçi, më ka dhënë mendjen që të mendoj edhe të logjikoj, më ka dhuruar sy që të shikoj. Po, e njeh. Por çfarë njeh ti te Zoti yt? A mund të më tregosh? Djaloshi, duke e drejtuar gishtin ka kompjuterit thot: Prej këtyre kompjuterve po e njoh, i nderuar imam. Po si? Nuk po të kuptoj, thot imami. Ekzistimi i këtyre kompjuterve tek unë janë argumente teje të bindshme për ekzistimin e Zotit. Kush punon me kompjuter e din shumë mirë se këto makina mund të ndërtohen vetëm nga inxhinierë të elektronikës me dituri të madhe. Të pyesësh edhe ateistin më ekstrem ka për të thënë se kjo kuti nuk mund të bëhet nga një rastësi, gjithsesi është bërë nga dikush. Për shembull, të zgjohet Darwini dhe këtë laptop t'ia tregosh edhe ti thuash se një herë është bërë nga një kalkulator dhe me kalimin e kohës rastësisht është avancuar dhe është shndruar në një teknologji të lartë dhe ai ka për thënë që kjo gjë është vetëse një çmenduri. Imamit pas këtyre fjalëve bëhet qefi, kur për kompjuterin nuk pranojnë që është bërë vetvetiu. Kur vjen puna te krijimi i njeriut, të shtrembron apo jo? Shikoni i nderuar imam, këtu janë 20 kompjuter dhe të gjitha këto janë të lidhur me një sistem dhe të gjitha kontrollohen me një program. Për këtë mirëmbajtje unë kujdesem. Përndryshe, shëmbëltyra më e lartë i takon Allahut, larg asaj se unë jam i Zoti i këtyre. Ndonjëherë disa fëmijë luajnë këtu edhe përfundojnë duke mos paguar. Menjëherë unë i zë ata dhe u them: "Ku doni të shkoni pa paguar? Ju dëshironi të shfrytëzoni begatitë e kompjuterit e të ikni pa paguar? Nuk ka kështu." Ata i dënojnë në forma të ndryshme. Për shembull, i detyrojnë të pastrojnë objektin, t'i fshin xhamat e tjerë. Për një orë interneti duhet të ketë llogari, ndërsa aq më parë duhet t'japim llogari për dhuntitë e panumërta dhe për një jetë të gjatë. Vetëm për një internet kafe duhet do e mos të ketë një kujdes edhe mirëmbajtje, ndërsa për një kozmos gjigante dhe i përgatitur pas një tëmet, a nuk duhet ketë ndonjë mbikëqyrës? Kush e mohon këtë? Vërtet është një ignorant apo jo? Pasha Zotin djalosh. Shumë më pëlqeve dhe më bepasove me përgjigjet. Por Allahun, a e njeh, duke e përngjar me diçka? Unë Allahun pa e përngjar me asgjë, e njoh i nderuar imam. Mirë pra atëherë, si e dite këtë gjë që është kështu? Djaloshi përsëri bën me gisht ka kompjuterët dhe thot: Përsëri prej këtyre kompjuterve, i nderuar imam. Kompjuteri dhe inxhinieri i kompjuterve ndryshojnë, nuk i përngjajnë njëri tjetrit. Njeriu që e shkruan programin me vetë programin gjithashtu ndryshojnë. Dija që është në kompjuter me dijen time janë ndryshe. Kamera dhe zemrimi i kompjuterit me syte dhe me dëgjimin tim nuk është një lloj. Imami aq shumë befasohet me djaloshin sa e harron dhe punën e vet, vetëm për t'i shkëmbyer ende disa fjalë me të. Mirë, por pas besimit tek Allahu, a e di se çfarë duhet bërë për Zotin tënd?
I nderuar imam, e di se çka duhet bërë, por nuk jam I kënaqur me aq sa bëj. Nëse më tregon çka bën, ndoshta do të ndihmoj me çfarë duhet bërë. Se çfarë duhet të bëj, e di. Që së pari, Zoti më ka dhënë një dashuri për të cilën ma ka bërë të mundshme që vetëm Allahun edhe dashamirët e Allahut kanë vend në zemrën time, ndërsa ata, me të cilët Allahu nuk është I kënaqur, nuk kanë vend në zemrën time. Gjithmonë atë duhet ta përmend, edhe atë ta tregoj. Dhe së fundit trupin që e kam amanet, ta ruaj, siç ai ka dëshirë, që një ditë do të bëhet edhe këto janë ato që I di, I nderuari imam. E djalosh, çfarë të duhet më shumë për të ditur? S'mbeti gjë. I nderuar imam, po them që duhet bërë më tepër dhe se duhet vepruar, sepse vetëm me shqiptimin e fjalës mjalt nuk po ëmbëlsohet gjua. Ta dish rrugën e duhur edhe të ecësh në për rrugë është krejt tjetër gjë. Prap nëse flasim në gjuhën e kompjuterve, duhet theksuar se për shembull shejtani ashtu quajtur hacker, I cili hyn në sistemin tim të ashtu quajtur epsh dhe I aktivizon virusat në trupin tim. Duhet do e mos të gjendet ndonjë antivirus I fortë për t'i përballuar këtyre viruseve. Unë e di një antivirus, tha imami dhe shtoi. Namazi. Po. Namazi është antivirus I fortë, I cili aktivizohet 5 herë në ditë, edhe kështu vazhdimisht mbrohemi. Vëlla dhe motër, koha është e shkurtër. Jeta ikën shpejt. Falu, sepse namazi është dritë për jetën, dritë për shpirtin, dritë për botën e varrit dhe ditën e gjykimit.